Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatisim çyrek, apo ndryshe siç njihet, buka e pashkve. Është një lloj buke ëmbël tradicionale me erëza të veçanta, gjithashtu dhe ato fijet karakteristike që krijohen brenda brumit. Dhe këtu pra qëndron sekreti i kësaj buke, që del jashtëzakonisht shumë e butë, gjithashtu dhe këto fijet që krijohen brenda. Nëse kërkoni një recetë dhe doni rezultat 100% të saktë, jeni në recetën e duhur. Do t'ju shpjegoj gjithçka që duhet të dini. Hapi i parë është të ngrohim furrën në 50 gradë, do e lëm për 10 minuta, më pas do e fikim dhe do vendosim përbërësit që shikoni në video, do i lini brenda në furrën e ngrohtë për 15 minuta. Ndërkohë në një tas shtojmë një gotë qumësht, 200 ml, duhet të jetë i ngrohtë, një lugë gjelle me sheqer, 23 gram maja të thatë, del diku te 4 lugë kafeje, jo të mbushura plot ose një lugë gjelle. Do vazhdojmë duke i përzier mirë, qumshi nuk duhet të djegë, sepse na djeg majan, derisa ta duroj gishti i vogël temperaturën. Shtojmë 3 lugë gjelle me miell e përziejmë mirë, e vendosim gjithashtu dhe tasin brenda në furrë me përbërësit e tjerë, ku do e lëm diku për 10 minuta. 50 gram sheqer, 2-3 gram me mastik, 2 lugë kafeje me mahlep. Këto të dashur miq janë erëzat që përdoren për çurekun. Nuk e di nëse mund t'i gjeni në Shqipëri, por ju që ndodheni jashtë shtetit me siguri po. Nëse erëzat do i merrni të gatshme, të bluara, pra pudër, nuk është e nevojshme ta bëni këtë proces. Dhe tani të vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Hedhim në tas majan që aktivizuam me qumshin, që mos të bëni shumë e pis, mund ta bëni direkt aktivizimin e majas tek i njëjti tas. Pasi që i lam 15 minuta në vend të ngrohtë, rezultati është ky. Të gjithë përbërësit janë të vakët dhe ky është sekreti i parë i këtij çyreku. Mos të ketë përbërës të ftohtë, të gjithë të jenë të vakët. Në këtë mënyrë do të kurseni dhe kohë, ardhja do jetë më e shpejtë. Te brumi shtuam 2 vezë, 100 ml lëng portokalli ose gjysmë gote, 150 gram salcë kosi ose 3 lugë gjelle dhe 150 gram gjalp të butë. Pra është i butë pasi e kemi lënë në një ambient të ngrohtë. Shtojmë dhe erëzat, gjithashtu 2 vanilje, 280 gram me sheqer ose një gotë e gjys dhe të vazhdojmë duke i përzier mirë. Kryesorja është të bëhet shkrirja e mirë e sheqerit. Për gjalpin mos keni hiç merak, duam mos të shkriqet tani. Duhet të shkriq gjatë momentit që do ngjeshim brumin dhe prandaj nuk e hodhëm të shkrirë. Dhe do ngelet kështu në copa, siç e shikoni dhe në video. Dhe tani avash avash do të shtojmë miell. Mua më deshën për afërsisht 840 gram. Do e kujdesni dhe vetë duke e parë dhe me sy. Mielli të dashur miq duhet të ketë përqindje të lartë proteine, pasi proteinat na ndihmojnë për të krijuar fijet. Duhet të jenë mbi 13%. Gjithashtu mielli Ola në Shqipëri e bën shumë të mirë. Mund të zgjidhni çfarë të doni. Kur brumi fillon duke u forcuar, do vazhdojmë përzierje me dorë. Procesin e trazimit të dashur miq mund ta bëni dhe me rahës elektrik. Unë në fakt po e përgatis në video me dorë, për ju që nuk keni rahës elektrik, rezultati del perfekt që mund ta bëni të gjithë pa përjashtim. Duhet të jetë një brum i mirë i butë që të ngjitet lehtë në përduar, siç e shikoni dhe në video. Pasi nuk i kemi mundësi ta ngjeshim mirë në tas, do vazhdojmë duke e ngjeshur në banak për disa minuta. Do e punoni për afërsisht 10 minuta, duke e hapur në këtë mënyrë që ta ndihmojmë për të krijuar fijet brenda. Është një proces shumë i lehtë dhe nuk është se të merr shumë kohë. E vetmja gjë që të merr shumë kohë është ardhja e brumit, sepse duhet të vijë 3 herë. Dhe do e shikojmë procesin dhe gjatë videos. Pasi që kemi ngjeshur mirë dhe kemi ndihmuar për të krijuar fijet, për afërsisht 10 minuta do bëni këto që kam bërë në video dhe më pas të vendosim brumin sërish në tas. E lyejmë pak tasin me vaj, gjithashtu dhe brumi sipër, na ndihmon që mos të zëj kore, të qëndrojë i butë. Mbuloj me nailon foli, do e vendosim në një vend të ngrohtë për afërsisht 1 orë e gjys. Që brumi të vijë më shpejt, unë gjithmonë ngroh furrën në 50 gradë për 10 minuta, më pas e fik dhe vendos brenda brumin. Kështu brumi vjen më shpejt, sidomos që tani temperaturat e dhomës nuk janë shumë të ngrohta. Vendosim sërish që të vijë brumi për herë të dytë. Herën e dytë erdhi më shpejt brumi. Mu desh 1 orë, por ju do e kujdesni dhe vetë nëse ka nevojë do e lini akoma më tepër. E rëndësishme është që të vijë mirë, t'i jepni kohën e duhur. I largojmë të gjithë ajrin që ka brenda brumi, e ngjeshim mirë
dhe ky është mielli që unë kam përdorur. Nëse ndodheni në Greqi mund ta gjeni, por siç ju thash mund të përdorni dhe miell të tjerë. Mjafton të ketë përqindjet e lartë proteine, pra duhet të merrni miell për bukë. E vendosim brumin në banak dhe do vazhdojmë duke e punuar pak me duar. I hodhëm lehtësisht pak miell, jo shumë. Do e bëni vetëm nëse ngjit shumë nëpër duar, nëse nuk ngjit dhe mund ta menaxhoni mirë mos i hidhni fare miell. E ndajmë brumin në 9 pjesë të barabarta ku secila peshonte 200 gram. Nëse doni mund t'i peshoni, nëse nuk doni mund ta bëni dhe me sy. Do vazhdojmë duke formuar toptha të vegjël ku do i radhisim në tepsi, e pudrosim me pak miell. Dhe është shumë e rëndësishme që ti mbuloj mirë, nuk duhet të krijojnë kore dhe të na thahen, se përndryshe na prishet gjithë puna. Këto të dashumiq janë tepsitë që unë kam përdorur. Kjo është opsionale, mund t'i piqni në tepsinë e madhe të sobës duke lënë hapësirë midis tyre. Do vazhdojmë duke i lyer tepsitë me vaj, ose mund të vendosni dhe letër përpjekje. I marrim kuleçet një dhe nga një, duhet të sigurohemi të largojmë të gjithë ajrin që ndodhet brenda, kështu që gjatë pjekjes kur të fryhen, mos të qahen dhe të prishen. Çurekët më së shumti i përgatisim në formë gëshete. Nëse nuk dini mund të ndiqni hapat e mia si në video. Mund t'i bëni dhe në forma të ndryshme sipas dëshirës, gjithashtu dhe forma të rumbullakta. Unë i kam bërë thjesht në gësheta. E rëndësishme është t'i mbyllni mirë ansoret, sepse gjatë pjekjes ose fryrjes do të hapen, dhe t'i mbështjellni t'i fusni nga poshtë ansoret. Me këto masa gjithsej kam përgatitur 3 qyrek. Pasi që kemi përfunduar, do i vendosim në tepsi. I mbulojmë sipër me një pecet ose nailon foli. Do i lëm në një vend të ngrohtë për 45 minuta. Do i kujdesni dhe vetë. Por t'i dhe ngjyrë sipër, një të verdhë veze, 2 lugjelle me qumësht. Vazhdojmë duke i përzier mirë dhe do i lyejmë sipër. Siç ju thash, mund t'i vendosni në tepsinë e madhe të sobës, duke lënë pak hapësirë midis tyre që të fryhen. Sipër do i hedhim pak bajame ose fara susam, sipas dëshirës, ose mund t'i lini dhe të thjeshta. Për pjekjen e dashumiq nxehin furrën në 180 gradë për 10 me 15 minuta. Pasi furra të jenë nxehur, do vendosim brenda çyrekët dhe do e ulim gradacionin në 150 me 160. Do e kujdesni dhe vetë. Veza sipër merr shumë shpejt ngjyrë dhe ndaj e ulim gradacionin në këtë mënyrë të piqen mirë deri brenda. Pas pjekjes do i lëm të kullojnë mirë dhe më pas të ftohen. Rezultati është fantastik. Dalin pa mbukë të buta, ashtu si se shikoni dhe vetë, 100 herë më të mira se të blerat. Qëndroj të buta për ditë me radhë. Nuk janë të buta vetëm ditën e parë dhe këtë ja u siguroj. Provojini dhe do më kujtoni. Nëse i provoni, punë të mbarë. Të gjithë përbërësit i jeni të shkruar në përshkrimin e videos. Gjithashtu te komenti i parë.